Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe rahmeti i Zotit që përmbi gjithë të dashur besimtarë dhe jo besimtare. Ju përshëndesim gjithse në këtë prag iftari edhe sonde. Falenderojmë Allahun xhelle xhelaluhu që nuk na ndau nga veprat e mira, nga mirësitë e begatitë. Na ndihmoi dhe në agjërim, na ndihmoi në faljen e namazeve. Po na ndihmoi njëkohësisht edhe në ndihmë të njerëzve të tjerë të cilët më të vërtet presin ndihmën tonë vazhdimisht. E mirësia dhe begatia e Zotit xhelle xhelaluhu nuk ka të marrë ndonjëherë në këtë muaj të Ramazanit. Ramazani është më të vërtet një muaj i fuqishëm. Është muaj mëshire. Allahu xhelle xhelaluhu nga dashuria që ka për robërit e tij i ka lidhë edhe shejtanet të mallkuar. Mos harroni se edhe xhenetin e ka stolisht, e ka zbukuru, dhe në çdo darkë të Ramazanit pret banarët e tij xheneti i lartë. Dhe në çdo natë Ramazani vjen falja dhe mëshira e Zotit xhelle xhelaluhu. O të dashur njerëz, afrohuni tek agjërimi. Sa agjërimi është shumë i dobishëm për trupin, për shpirtin. Është një urdhër hyjnar me cilin Allahu na ka urdhëruar dhe për cilin një ditë do të na kërkojë llogari. Dhe që kjo llogari të jetë pozitive për gjithë, duhet mu afru tek agjërimi. Vallai po ta provoni është shumë i lehtë. Ne po bëjmë një kohë të gjatë që agjërojmë, pra si nga ona shëndetësore, si nga ona shpirtërore, pra agjërimi është shumë i lehtë. Pa çka se shejtani i frikson njerëzit. Kujdes, mos agjëro. Do ngelesh pa bukë, do të prishë sistemi i shëndetit, stomakut, do boshatesësh. Jo, valla, jo. Agjërimi është me të vërtetë ilaç i trupit dhe i shpirtit. Është mëshirë të cilën e ka sjellë Allahu xhelle xhelaluhu për njerëzit e tij. Kështu që afrohuni vëllezër, afroni. Po afroni dhe 10 ditë që i fundit. Dhe me të vërtet ne e dim që të gjithë njerëzit nga fundit do të pendohen. O, si nuk agjërojmë ti. Si nuk përfitojmë dhe nga mëshira dhe rahmeti i Zotit xhelle xhelaluhu. Kështu largojeni atë frikën. Largojeni frikën. Mas mendoni si kur thonë njerëzit që agjërimi është i importuar, është metodë huaj, jo, jo, jo. Agjërimi është pjesë e shpirtit, pjesë e trupit. Është urdhër hyjnar. Kudo që të jetosh këtë botë, Allahu xhelle xhelaluhu është krijuesi i gjithë shkaje. Çdo kom që ekziston në këtë botë, Allahu e ka kriju. Çdo vend ku jetojnë njerëzit, Allahu e ka kriju. Çdo det, çdo han, çdo diell, çdo yll, krejt Allahu i ka kriju. I shikoni se si hecin, si lëvizin. Pra kudo që të shkoni, mos mendoni se agjërimi është i huaj. Ky emër është i huaj. Nuk është i joni. Jo, vëllezër dashur. Vendosini emrat si doni, por agjëroni. Faluni. Adhuroni Zotin xhelle xhelaluhu, se llogaria jon do të jetë tek Allahu xhelle xhelaluhu. Agjërim pranuar. Allahu ju bekov gjithë. Allahu na mësov që të futemi dhe në ditëshin e fundit me mëshirën dhe rahmetin e Zotit, të shtojmë adhurimet, të shtojmë sadakat, të shtojmë veprat e mira, derisa pa na mbaru ky muaj i bekuar. Shikojeni herën se si ka hec, edhe më pak se përgjithësisht. Allahu ju bekoft, Allahu ju mëshiroft, Allahu ju fal, Allahu na dhash mirësi dhe begati për jetën e kësaj bote, edhe për ahiret. Assalamu alaikum nga Hoxha Muharrem.